Zonja dhe zotëri, më lejoni që në përputhje me atë çfarë pritet nga unë përveç ekspozes, të paraqes para jush edhe kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret në ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvolla. Zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka. Ministër i financave dhe ekonomisë Hekuran Murati. Ministër për familje dhe mirëqenie sociale Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla. Ministri i administratës publike dhe digitalizimit Lulzën Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës Avni Zogjoni. Ministër i kulturës dhe turizmit Fatmir Spahiu. Ministër i sportit dhe rinisë Blerim Gashani. Ministër i administrimit pushtetit lokal Rasim Demiri. Ministre e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacolli. Ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja. Ministër i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha. Ministër i tregtisë, industrisë dhe integrimeve evropiane Mimoza Kusari. Ministre e energjisë dhe minjerave Artone Rizvanolli. Ministër për komunitete dhe kthim Nenad Rashić. Dhe Ministër për zhvillim rajonal Sejnur Vejshall.